Karriera e një futbollisti natyrshëm nuk është shumë e gjatë. 10 deri në 15 vite është mesatarja e një futbollisti që mund ta zhvillojë karrierën e tij në gjendjen më të mirë fizike. Por në shumë raste ajo mund të jetë shumë e shkurtë për shkak të lëndimeve që një futbollist i ekspozohet gjatë aktivitetit të tij sportiv, qoftë në stërvitje apo edhe në ndeshje zyrtare. Por cilat janë llojet e lëndimeve që pësojnë lojtarët në fushën e lojës? Sipas fizioterapistit Lorik Maxhuni, numri i llojeve të lëndimeve nuk është i vogël. Llojet e lëndimeve janë të ndryshme, tash po bisedojmë në përgjithësi për sportin, po veçanti për futbollin. Lëndimet sportive në futboll, domethënë kemi disa lloje. Këtu ka filluar për lëndimeve të muskujve, të tendinave, të ligamenteve deri te frakturat të thymjet e kockave. Domethënë lëndimet më të shpeshta edhe që ndodhen janë tërheqjet muskulare ose edhe tërheqjet e ligamente ose deri tek kutjet e të dyja këtyre. Duke folur në një intervistë për Kosova Press, Maxhuni thotë se disa prej lëndimeve kanë shkallë shumë të lartë të rrezikshmërisë, madje sipas tij, ato edhe mund të sjellin pasoja fatale. Lëndimet më të rrezikshme janë lëndimet e kokës, po që ndodhen shumë rrallë sepse lëndimet e kokës mund të pasë edhe të marrë deri në fatkeqësi pak më madhe. Ose tash po kthehemi te lëndimet që i lojnë më gjatë lojtarët jashtë fushave të sportit, janë kur pason një multifrakturë të madhe ose një thyrje të një kocke, por që nuk është vetëm një pjesë e thyme, por ka shumë fragmente thyme. Por, cilët janë faktorët që sjellin deri tek këto lloj të lëndimeve? Edhe kur nuk janë përgatitur, por kur ka mbi ngarkesa ndodhen lëndimet. Mundën me qenë edhe ndërhyrjeve të forta që ndodhen në sport, por zakonisht këputjet e ligamenteve, këputjet e muskujve, këto nuk ndodhen për shkak të ndërhyrjes. Po këto ndodhen se natyrshmëria vjen edhe në lëvizje e gabuar për shembull gjunit. Këputja e ligamentit të gjurit është lëndimi që njihet si më i shpeshti në botën e futbollit. Kemi shumë lloje ligamenteve, tash varet, por zakonisht ku është më problematike është ACL, domethënë ligamenti kruciat anterior, që bën edhe koha e rikuperimit më gjatë. Është dikon prej 6 deri në 9 muaj deri në kthimin në fushë. Sipas Maxhunit, klubet kosovare nuk janë të përgatitura në mënyrën e duhur për të reaguar tek lëndimet e lojtarëve, sidomos gjatë seancave stërvitore. Ndeshje janë okay, sepse është ndihma e shpejtë, aty është autoambulanca, nuk fillon ndeshja pas qenë autoambulanca. Edhe kur është autoambulanca, ata i kanë defibrilatorin në autoambulancë, edhe i kanë ekipin që duhet me qenë. Sipas Maxhunit, lëndimet sjellin ngarkesë psiqike dhe financiare tek lojtarët.